sigurisht që këtu jemi, nuk kemi nga shkojmë, se kemi edhe një tjetër super recet për t'ju prezantuar në këto momente, pasi strudelin me molle futëm në furrë të na piqet, ndërkohë do të bëjmë diçka tjetër, do të bëjmë një mish viçi me një salsë kremoze, fantastike fare, për ndryshe eskallop. Kështu që e jani me mua që t'ju them përbërësit që do t'ju duhet për të realizuar këtë recete dhe ju në shtëpitë tuaja. Për të bërë këtë mish viçi me tomate dhe salsë kremoze, përbërësit janë këto: 400 gram mish viçi, miell ola, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri, trumz, një qep e madhe, 2 thelpinj hudhër, 1 gotë verë e bardh, 1 gotë lëng mishi i nxehtë, 2 lugë gjelle mustard, 2 lugë gjelle koncentrat domatesh, 2 domate të prera në kubik, 200 gram djath kremoz, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë gjelle gjalpi ftohtë, majdanoz i grirë dhe krip e piper. Të shkëlqyera që të gjitha, si do të procedojmë. Kush nuk përdor verë, le ta anashkaloj. Okej, ti edhe uthull. Jo, bëj shaka. Jo, mund të edhe 2 lugë uthull, jo. Mund të edhe 2 lugë uthull molle, për t'i dhënë pak aciditet pjatës. Në rregull? Mirë, ajde të vazhdo këtu. Ajde vazhdo këtu tash. Okej, si do të përshtatoj? Ecim pra, mishin e kemi prerë këto prerë e holla eskallop që i themi. Këtu. I mirësh. Natyrisht, nëse se keni kështu ta bëni copa të vogla, por natyrisht jetë i vogël, i prerë imët, holl, që ta gatuhet shpejt, se do të jetë mishi copa trashë do duhet shumë kohë. Kështu që eskallopët? Po. Do të skuqim qepën me hudrën dhe me mishin, do të skuqim në tigan me pak vaj ulliri. Më pas do t'i shuajmë me verë dhe më pas i të ketë avulluar vera një pjesë dhe një pjesë ta ketë mbetur aty, do të shtojmë pastaj koncentratin, do të shtojmë këtë senën, mustardën, këtë trumzën ta kemi edhe çushëllime që të skuqet bashkë me mishin dhe më pas kur këto të jenë, do shtojmë pak lëng mishin, do shohim se sa do ma kërkojmë aty 2-3 lugë në qatë. Dhe në fund fare do të shtojmë këto domate që i kemi qyruar, i kemi për o në kubik të verë, o në rrujt pat hollë, si të dëshironi ju. Dhe në fund fare do të shtojmë gjalpin që e kam lënë në frigorifer, si do të ftohet shumë, dhe të djathin kremos për ta mantekuar, që thonë italian. Mielin e duhet sepse do të lyejmë mishin me të. Këto po i largoj këtu, ndërsa këto më duhen për tash shpejt e shpejt. Dakor, shpejt e shpejt. Eci me përgatitjen recetës sonë të dytë, sigurisht që ju do të bëni. Se pas pak unë do t'i përdor të gjitha, vetëm majdanozin e kemi. Atëre, po marrim fikën. Po pres fillimisht qepën dhe hudrat. Se do të skuqem bashkë me mishin dhe me trumzën këto. Po e ndezim të që t'na ngrohet. Dhe këtu do të hedhim vaj ulliri. Okej, bile se kisha në i pjatë, në i tas, po edhim këtu. Po shtu edhe pak se kjo tigani i mështi masë edhe nuk mbulohet të gjithit. Sa të mbulohet tigani, që të mos nga digjen. Okej, mirë. Në momentin që kjo do ngrohet, unë fetat e mishta ashtu të holla, si që kam, do t'i luaj me miell, do t'filloj të skuq. Dhe më pas do të shtoj qepën, që ta grijim edhe këtë, në kubik shumë të vegjër, dhe hudra dhe trumzën. Dhe do t'i lej që të më skuqen mirë dhe më pas do t'i shuaj me verën, si shtash. Sigurisht që ju shpjegimin e morët, tani ju mbetet veç ta shihni të realizuar atë shpjegim që zonja Alina na tha në fillim, por nuk ka asgjë të vështirë. Kemi thënë, në këtë program nuk ka asgjë të vështirë, asgjë të komplikuar. Madje edhe kur na vinë shefa të ftuar, po prapë i sjellim në këtë nivelin që edhe ne nëpër shtëpi të bëhemi shefa. Dhe me këtë zonjë, sidomos, ne jemi bërë të gjithë shefa të shkëlqyer nëpër kuzhinat tona. Dhe jam shumë e lumtur për këtë, se vërtet dashuria kalon nga stomaku. Nuk e di ju, po kur unë gatuaj gjëra të mira për familjen time, i ndriçojnë syt dhe kanë të gjitha të lumturinë e brendshme. Kështu që kemi evoluar shumë në këtë drejtim dhe tani kuptoj ti me thënë të drejtën që ishte kaq e lumtur kur ne na pëlqenin gatimet e saj, sa më s'ka. Vërtet. Kështu që është një lumturi më vete dhe po, dashuria kalon edhe nga stomaku. Po e lë dhe pak se dua kështu, të tigane dua shumë të nxehtë. Dakor, peshqit i ke thua. I kam aty. Tash po gridhe hudhën ndërkohë. Ndërkohë në vend të këtij lëngu të mishit mund të përdorim perimesh apo ujë. Perimesh ose edhe ujë, po s'patë po. kemi. Po, mos të jetë ngrohtë. Kështu që vlen të gjitha versionet, ë? Po.
Edhe nëse nuk keni lëng mishi apo lëng perimesh, mund të përdorni thjesht ujë. Tamam e thë. Pra ne këto I kemi gati që ops. Tu më I zëjnë ku është. Tu, me shoqet. Okej, pra këto ne I kemi gati. Dhe më pas na ka mbetur vetëm domatet që do t'i qërojmë, do t'i pres pasaj në kubik të vegjël ose në rupat, po do t'i shtojmë nga fundi ato. Okej. Tani u them që këtu jemi. Të misho ta lyejmë me miell. Kështu. Se mielli do na ndihmoj pastaj edhe për atë. Po, edhe për si salcën kremoze, bre, po mirë, që them, hajde o Julko vazhdo. Hajde moj vazhdo këtu. Jo, po them pse si kemi dëgjuar me kaq shumë vëmendje edhe zyshat tona të mësim. Të mësim për shembull, ndonjëherë na humbiste vëmendja, por sa duket nuk kanë qenë kaq shumë interesante sa ty. Më të rinj, më të vegjël. Kishim tjera interesa. Pra mishi duhet I presh shumë hollë. Vendosim dhe këto të tjerat kështu. Dhe do t'i skuqim nga dy anët, sa të marrin pak ngjyrë. Krip besoj s'ka nevojë se do jetë salsa me krip. Ë? I hedhim salsës. Pak fare, jo, mishit tash I zdo t'i hedh, unë fund fare ta rregullojmë. Jo, mishit jo. Po lëm një kështu skuqet. Po marrim edhe këtu. Edhe këto tjetrën. Ku s'po vë më se tigani është Po, aq sa në aty. Mjafton. Tamam e kemi. Ja, po e vendosim dhe këtë këtu. Dhe zikam sa të na marrim pak ngjyrë. Julka faleminderit që po jeq ato. Pra do t'i skuqim pak nga një ranë dhe pak nga ana tjetër. Unë po laj duart, po pastroj edhe pak këtu këtë vendin e punës, se na ka rënë pak miell. Bukur. Ndërkohë ju vazhdojnë dërgoni mesazhet tuaja në shtëpinë tonë .tch, ai vendi ku bëjmë shumë biseda me njëri tjetrin, por mbi të gjitha I vëm emrin drekave, darkave, edhe shumë gjërave të tjera. Japim edhe idera përveç këtyre tonave që nuk mungojnë kurrë dhe janë të shkëlqyera, po kaq të shkëlqyera janë dhe ato propozimet tuaja. Kështu që vazhdoni na shkruani, vetëm pas pak do të lexojmë edhe mesazhet tuaja. Po, zonja Linda, do shtojmë pak trumz, po. Tash miqi unë do ta kthej. Se mori. Se ka marrë një ngjyrë, po, aq. Se edhe pas e po ta skuqë shumë forcohet, është më keq. Kështu që perfekt. Ne këtu në këtë tigan do t'i gatuajmë, unë pastaj do t'i largojmë me një anë këtë dhe do të shtoj qepën që nuk përdorim dy tigan me një. Faleminderit. Sa në zonë se shkëlqyer që je. Edhe të kështu. Jemi fëmijë të vëmendshëm me Albanin. Shumë. Pra, tani në këtë moment që neve mishi na ka marrë ngjyrë, unë do t'i vëmbi njëra tjetrën këto kështu. Dhe këtu do të shtoj qepën dhe hudrën. Po. Po jo si shumë mirë shkëlqyer. Po shtoj një pikë vaj se tash I duam ta skuqim jo ta djegim. Okej. Është shumë mirë. Perfekt. Pra, mishin e kemi këtu me një anë dhe këtu po skuqim qepën me hudrën. Këtu mund ta heqim Julka se s'na duhet. Dhe këtu pranë do të marrim verën e bardhë dhe këto salca dhe sheqerin. Sheqerin e kemi që na heqi pak aciditet. Pra ato e kemi. Duhet ja heqim cipën këtyre? Po, Julka, të t'jap një thikë të lutëm? Pas e marru një të vogël. Okej, e merr ti vetë. Marru një të vogël. Pastaj I presim vetëm thjesht hiqi cipën. Pra do ta lëm qepën sa të na bëhet shumë transparente. Duke përdorur këtë tiganin e matë, ju jep mundësinë që të përdorni një tigan, mos përdorni shumë, mos bëni shumë me pisë, dhe ajo është e rëndësishme. Se pastaj kush I lan, kush Atëherë në këtë pikë, pra si shikoni, edhe qepa ka marrë ngjyrën. Unë tash do ta vendos mishin sipër qepës. Dhe do ta shuaj me verën.
zjarin e kam në maksimum, sepse dua që të ma avullohet vera. Okej. Siç tha zonja Linda, nëse nuk dëshironi të hidhni verë, mund t'i hidhni asgjë ose dy lugë uthull i rinë, dy lugë uthull i rinë. Uthull molle, i ri shumë mirë. Okej. Mirë, ne këtë tash du ta lëm pak fare minuta, ta lëm një 2-3 minuta dhe do të shtojmë pastaj si mostardën, këtë koncentratin, si që do ta shtojmë nga fundi. Laj pak duart unë. Okej. Ndërkohë jemi duke qëruar edhe domaten, nuk duhet kenë lëkurë, nuk duhet ta kenë të cipën. Dhe duhen prerë në kubik të vegjël apo në fije të holla të shohim se si do të zgjedh zonja Linda që të veproj. Mos përdorni salcë domates edhe pelati jo, sepse këtë do t'i japi shumë freski pjatës. Pelatin të rast, është okej, mund të përdorni, po mirë, më mirë jo. E kam vënë re që e ke karakteristike, shpesh i hedh domate të freskëta nga fundi gatimeve të tua. Jep shumë freski, unë e përdor shumë në shumë gjellë, domethënë fund fare këtu çik domate. Dhe në fakt e bën diferencën. Po. Ne që i kemi provuar këtu e bën vërtet diferencën. Okej, pra po shohim që neve vera pothuajse na ka avulluar, po hap pak këtu, sepse na shkruar dhe ky lëngu i trash. Atëre, po hedhim të koncentratin e domateve, që po kërkoj ta shkri, do shtoj edhe mostardën, na japi shumë shije edhe kjo, dhe po kërkoj që ta përziej këtu ku e kam, tash do shtoj pak lëng që kam unë këtu dhe që e kam xhagati këtë. Do ta shtoni pjesë-pjesë, sepse ky mish siç e pat është i prerë shumë holl dhe po e përziej tash që ta shkoj në të gjithë tiganin, kjo salcë që krijuam. Sepse duke qenë një mish i holl, gatuhet shpejt, s'ka nevojë për shumë lëng që ta lëm aty me orë. Ky është qëllimi që pjata na përgatitet shpejt. Do shtoj edhe pak fare dhe në këtë pikë ju do t'i vini kapakun kaq. Sa arome mirë që vjen. Ja hodhe mustardën. Po ja hodha edhe mustardën edhe koncentrat, ndërsa sheqerin e kam do ta shtojmë mbas pak mirë. Këtu do të vëm kapakun, do ta lëm pak minuta që t'i japi mundësi ta përzihen aromat më mirë dhe do merrem me domatet, Metanozin do hedhim në fund? Në fund, do ta spërkasim aty këtë mbaruar. Dakor. Tani i presim këto, mund t'i prisin në rypa, në kubik, si të dëshironi ju. Mos harrojmë që kemi edhe gjalpin e ftohtë. E kemi në frigorifer që do t'ja hedhim pastaj salcës dhe ju e dini, siç na e ka thënë zonja Linda, ai gjalpi i ftohtë kur i hedhim në risotto apo në salsa, krijon atë shokun termik, edhe na bëhet gjë më kremoze akoma, kështu siç ka nevojë edhe kjo recetë. Takove në një komshia? Jo. Jo? Asnjë? Janë në punë. Prandaj ke varturit? A do lexojmë disa mesazhe nëse lexojmë disa mesazhe, ndërkohë që zonja Linda bën domatet në kubik, të shohim pak se si ja keni vënë emrin drekës sot, moj gra. Mirëmëngjes, sa të bukur jeni bërë sot që të tre. Po i shkruaj shpejt se po dal të bëj disa analiza rutin. Unë sot fasule nga dje, kuptohet, unë do ha shalqi dhe djathë, burri do haj fasulet. Kalofshim mirë. Faleminderit shumë. Po, nëse ha fasulet dhe pastaj shalqirin, bashkë nuk besoj se shkojnë. Përshëndetje, Kristina nga Prizreni, vërtet sun pori pa ju shiqu. Faleminderit. Ndërkohë po qes edhe fli në saq pe mas fshati. Ju përshëndes dhe ju ftoj që të vini dhe na vizitoni. Faleminderit shumë. Ju përqafojmë fort. Për fli me saq edhe me maz. A? Gati. Marim rrugën e ku ishte? Në Prizren. A kymi afër është Prizreni? Po thjesht nuk do vi me tren Prizren, po do vi me makina. Mirëmëngjes, jo treshja simpatike që nuk bëni pa njëri tjetrin. Po s'bëjmë, ore, s'bëjmë dot. Sot po gatua jufka. Sa lexoj fjalën jufka? Edhe mua, jufka me pul. Me pul të oboritim që i kam rritur me kimet që zosh të vegjël dhe një sallat me patlıcan. Po pse i preve pra? Me që pas të që nga dhimbur ka shumë. Të përqafojmë dhe dhe fort. Në këtë pikë, do të shtoj këtë sheqerin që kam lënë kështu pak fare, do të shtoj pak krip, sepse si kemi hedhur fare, pak piper. Jemi bërë shumë që mësmi. Jemi bërë. Po tani si ai, Halandi dhe ne. Pa ham. Dhe do ta përzijem, dhe do të shtojmë domatet në kubik.
Po kremin e djathit? Në fund fare, bashkë me gjalpin. Vërtet? Il Okej. cremio di diaffio con il gialpio. Pa, Pa. e shtojmë Alban këtu domatën? Okej. Do të përzije përsëri. Tash domatja nuk duhet zihet shumë se qëllimi i saj është të ne japi Të freski jetë ashtu pjatës, ë, se po e bëm zihet idh më mirë pelati pastaj. Okej. Do ta përzihesh pak, të lexoj një mesazh tjetër dhe pastaj shkojmë te Pastaj gjalpi. shkojmë te gjalpi. Përshëndetje treshja më e bukur. Duhet ta zgjasni edhe më shumë emisionin se mbaron shumë shpejt. Po jo, se pastaj fillon Shqipëria Live. Jeni shumë profesional dhe moderoni shumë bukur. Faleminderit. Të falenderojmë shumë. Mish me turli për sot, një ditë të mbar Bruna. Bruna, të falenderojmë shumë e dashur. Turli Mirë Linda. mëngjes. Pra doli një turli Doli shqyr. Mirëmëngjesi më të mirët e topit. Sot për drekt nuk kam vendosur akoma, po pres sugjerimet e zonjës Linda. Ju përshëndes Bora. Bora, sugjerimet i more, nëse ke mish në shtëpi, e di se ç'të bësh, e nëse ke ndonjë petë të gatshme, e di se ç'të bësh për pasdite. Përshëndetje, si më freskët sot. E pra i cik. Ua Linda, sa bukur, se ato të dy dihet ma, se janë të rinj, ne të rinj, po kjo zonjë na ka lënë prapa shumë, është zonja Linda, janë shumë të bosh, Pastaj vjen Julka. Ne të dy. Vjen Albani, pastaj Julka, po. Hajde më hajde ti tani. Terapi holistike nuk e kisha dëgjuar, o zot çfarë nuk po del sot. Sa herë kam gjetur miliona dollar me sy hapur unë. E kam si terapi për të zënë gjumi, thot. Do ta provoj me unë. Kur zgjohem pastaj ulem në tokë. Sot për drek do bëj një supë pafshin ëndër gjell pasanikësh. Faleminderit shumë. Të puthim. Ha Linda. Tani në këtë pikë neve i kemi gati, domethënë do ta heqim sepse domatet s'kan marrë shijen e salsës e tjera. Ti do ta largoj. Ku është ja ku peshku? është peshku. Jo kush është. Ja i kam këtu. Se na duhet. Do ta largoj pak këtu. Pesh kjo. Ansi ta nxjerr që këtu se më vi ka ngrohtësia në Anci, po kjo për çfarë na duhet? Ai është lëngu që Na kam duhet? mbetur. Na Po palo se nuk e di, Mbaruar. ndoshta mund tres pak atë salcë, atë djathtin kremos që kam aty. Il diaffio di cremoso. Po, sepse këtu nuk kam shumë, lëng, kështu që po të shtoj edhe atë do ta trashet më tepër. Kështu që këtë djathtin kremos që kam unë këtu, tash këto janë kështu, sipas momentit që të vijnë, ha. Po e di këtë lëngë? Do ta përzijem me pak fare nga ky lëngu i mishit që kam. Un po di lëngjo di mishja. Alban. Po vdes për italisht e time, ua. Duhet futur në UNESCO kjo italisht Po. ime. Duhet bësh E bëj me kast, ë, se mos mendoni se e bëj me kast. specie protetta. Jo, po e kam italisht e në mbrojtur, e veti Po, po, pra. jam keq. Tani, djathi kremos, siç pati unë mora një lug nga lëngu i mishit, sepse këtu nuk është se kam shumë lëngë, do trashej tepër. Do ta hedhim këtu, tek. Ai ishi fundit fare që ta shtojmë. Jo tani. Jo tani. Tani direkt? Jo, po prit njërë të Jo, përzite po që prit. kam këtu. Pres. Ato peshqit ku më shkuan, Nika i që Albania. Jo, unë si preka, ja ku i ke. Jo, ja ku i ke. Ai, Ke paskam. çuar vet Në andej. dore kesha moj zonë. Tash Mika i që Albani, se ky pastron Gjithçka çfarë ndodh në këtë studio Albani e bëri. Po, ti pastron gjithkohës. Mirë, pastroj, vërtet është miskali, po gjithsesi. Ti pastron gjithkohës, pra shtuam edhe djathin kremos të tretur me pak. Qëra fjallat e pastrimit. O zot. Po i zhduk të tëra. Ja, shë, zoti filloj ky. Ja, tash ne kemi gati këtë dhe shtojmë gjalpin e ngrirë, domethënë që e kemi kështu të shumë të Nga frigoriferi, po. Tash i po e presim me një. Është ai që ngrirë se s'po ta shqitet, po. Ja, ta presim në kubik të vegjël, ë. Okej. Duhet i ftohtë. Mirëmëngjesi yje të shtëpisë son, sot për drejt për shesh me pul të freskët dhe një sallata Aurora nga Berati. Nga i përseshi që bëhet kështu për vitëri? Kam përshtypjen se po. I mira Ndoj i unë, me pul sa. Si se kam bërë kurrun atë mor zot. E kam bërë unë, po s'nuk. S'ke Tani e përzijem mirë, ë, kështu siç e kemi gjalpin e ftohtë me salcë që do të japi dhe kremozitetin, Që të lidhen mirë. po, sepse po të jetë gjalpi i butë do tretet, ndërsa në këtë rast duke hedhur të ftohtë psona shok termik edhe nuk na krijon aty yndyrën e tetë. Përshëndetje, sot po gatuaj fërges me gjizë dhe linguini. Doli dhe fërgesa. Doli dhe fërgesa që e kërkuam. Prit tani. O sa e mirë Olinda. Yje, mirëmëngjesi, spetat e zonjës Linda ishin shumë të mira, thot, dhe Provove? kur i provoj,
Po pra, dhe buri kur i provoj tha direkt, ja ke vjedhur zojës Lenda. Kur bëjnë gjërat mira Po. dietë. Sot për drek më kanë mbetur pak speca nga dje, do të skuq dhe patate. Ju uroj thot një ditë të mbar dhe shumë përqafime. Faleminderit shumë. Kjo dreka me specat skuqur me patate të skuqura me një çik djath, me sallat me domate. Oh, sa mirë. Pa ato specat ishin vërtet yll fare, të shkëlqyer. Tani shtova dhe majdanozë do ta servirun këtë Alban. Po, servire. Si që shikoni, e ka kryuar salcën e vetë kremoze, sepse ai ishte qëllimi. Kështu shumë mirë. Edhe salcë sa duhet, do me të nuk është i thatë fare. Shumë mirë, kemi gati. Pastrojmë pjatën dhe pak bukë edhe kjo është gati për të ngrënë. Shumë e mirë. Ti strudel t'jetë një sy unë për para se të lërgoj, që ta shohin dhe zonjat se ku jemi, jo 2 sy, 1 thot Albani. Lidhja. T'jetë një sy unë ta shikë të kontrolloj qik. Don akoma. Do akoma. Don edhe i 15 minutë. 15 minuta. Okej, bukur. I dhini një pamje, një sy edhe recetës, që të vazhdoj me disa mesazhe unë. Bravo, ja të kësh mishi me mishi me viç. Viçi me tomate dhe salcë. Viçi me mish. Viç mishi. Viçi mishi. Ja më se ka qenë batut ka. Me mëngjes yje sa të mrekullueshëm jeni, unë bëra specat po e lexova këtë. Jo, prit. Jo, që ka tjetër. Po, pas kam bërë specat. Po. A thash unë që do i Që bëj bëri zonja Linda thotë dhe më dolin shumë të mira, më tha burri pse i ke hedhur riz? Pse si ke hedhur riz? I thash i kam bosit të Lindës. Dhe më pas, kur ja diftova, thot, i pëlqyen shumë. Shumë mirë, faleminderit. Bravo. O zot, sa mirë bu kjo receta, nuk rritot pa e bërë yje jeni, thot. Miranda, shumë mirë bëje. Me mëgjesi yje sot për drek do të gatuaj bamje, hera e parë për këtë sezon, ju përshëndes Dukshi nga Shkodra. Përshëndesim edhe ne e dashur. Përshëndet e dashur, Linda të lumshi duar të arta, çdo ditë gatuan diçka të re, unë sot kam gatuar. Qa mendon të ka gatuar? Spesa? Ja. Qa nuk di? E kërkove, që parë. Fërges. Fërges me melqi dhe sallatë, që përqafoj Vangelia nga Durrësi. Me mëlqi, o zot, na të shmëndë tani dhe juve. Mirë që na të shmëndë të zojnë, po na të shmëndë dhe juve. Shumë e mirë. Po ju, të dashurit e mi, edhe nuk keni shkuthët për pushime, ja dhe i qik. Po qa ne po na thonë rini dhe më tepër, shkoni për pushime. Pusho se mos dëgjojnë. Unë i përfundova pushime, thotë tani po ju shon nga Londra, ju puth shumë faleminderit. Ndërkohë, jo, kaq, nuk kemi kohë. Jo, nuk i lexoj të gjitha. Faleminderit shumë Linda. Të lumshin duart. Tani, Bëni gati. nëse doni bollëk, Eksakt. duhet na ndiqni. Qëndroni me ne. Publicitet.